3 shenjat më me fat dhe 3 që duhet të bëjnë kujdes për javën 24-30 mars 2025. 3 shenjat më me fat të javës 23-30 mars 2025. Dashi. Një eklips i fuqishëm ndodh në shenjën tuaj të shtunën, duke ju dhënë shansin për një rifillim personal. Mund të ndiheni të çliruar nga ngarkesat e të kaluarës, takime me ndikim, fillime të reja dhe energji e madhe, është java juaj për të shkëlqyer. Gaforia, suksese në karrieri dhe të mëdha dhe mundësi ndërkombëtare ju vijnë këtë javë. Eklipsi ndriçon zonën tuaj të ambicieve, mund të merrni vëmendje pozitive ose të nisni një projekt që do të rrisë statusin tuaj. Dashuria gjithashtu premton kënaqësi për beqarët. Peshqit, Venusi dhe Neptuni bashkohen në shenjën tuaj duke ju dhuruar një magji të rrallë romantike dhe artistike. Çdo kontakt emocional këtë javë ka potencial të thellohet ose transformohet. Mund të tërhiqni mundësi që lidhen me para, krijimtari dhe dashuri. 3 shenjat që duhet të bëjnë kujdes këtë javë. Akrepi, edhe pse jeni të motivuar, eklipsi ndikon te rutina, shëndeti dhe puna juaj. Kujdes me lodhjen, mbi ngarkesën dhe vendimet impulsive. Mos u nxitoni në marrëdhënie pune apo ndryshime të papritura. Dëgjoni trupin tuaj. Ujori, komunikimi mund të bëhet i ndërlikuar këtë javë, sidomos me familjen apo në marrëdhënie të afërta. Eklipsi mund të sjellë keqkuptime apo vendime të nxituara. Mos bëni premtime që s'mund t'i mbani dhe shpangni bisedat e vështira në fundjavë. Demi, ndonë se intuita ju ndihmon, java mund të sjellë trazira të brendshme ose dyshime që ju bëjnë të ndaleni për të reflektuar. Eklipsi ndodh në zonën tuaj të nënvendijes, mund të ndiheni të paqartë për qëllimet tuaja. Mos merrni vendime të mëdha pa e parë qartë panoramën.